Vendimi ad hoc I gjykatës kushtetuese për të pezulluar vendimin e gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit nuk është një dispozitiv shtërues, është një vendim drastik që jep kohë për një shqyrtim më të qetë dhe pa trauma institucionale. Në thelb vendimi I pezullimit të vendimit për të pezulluar Belinda Ballukun nga posti I zëvendës kryeministrit nuk është ndonjë gjë e re, pasi shkon në një linjë me vendimin paraardhës, ku pezulloi vendimin e qeverisë për të shkarkuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Kushtetuesja në këto dy vendime, edhe pse nga përbërja e re duket se ka sjellë një revolucion në atmosferën revolucionare të institucioneve të reja të drejtësisë, është në ashtin e traditës së institucionit që interpreton ligjin themeltar të Republikës. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka precedent të fortë që ka hedhur në erë vendimet e pushteteve të tjera si qeveria apo parlamenti për ndërhyrje në pushtete apo kompetenca kushtetuese të tjera. Sa për kujtes, Parlamenti shqiptar në dy periudha të ndryshme ka miratuar në atmosferë, konteksti dhe procedura të kontestueshme shkarkimin e dy prokurorëve të përgjithshëm, Arben Rakipit dhe Theodori Sollakut, I pari në 2002 e tjetri në 2006. Gjykata kushtetuese I ka konsideruar këto vendime si antikushtetuese dhe ka hartuar një dispozitiv legjislacional shtërues për këto dy çështje. Gjithashtu, gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka rrëzuar vendimin e qeverisë së drejtuar nga Sali Berisha për të prishur një vepër publike të ndërmarrë nga Bashkia e Tiranës, I njohur si mbikalimi I Zogut të Zi. Por ka edhe më, kushtetuesja rrëzoi një marrëveshje të qeverisë dhe parlamentit me qeverinë e Greqisë për delimitimin e kufirit detar. Përkatësisht, ne kemi një traditë të shkruar kur kushtetuesja nuk ka lejuar pushtetet e tjera të zgjasin këmbët përtej organit kushtetues. Vendimi për Ballukun, sado të diskutohet me zelle, me subjektivizëm, është zgjatje e këmbëve jashtë organit. Organi I ndjekjes penale ka shtratin e saj të veprimit të sjellë me personin në nënhetim, e në rastin e deputetëve ka mundësinë e artë që të shkojnë në kuvend për të paraqitur arsyet dhe provat. Përkatësisht përballjen me komisionin e mandateve dhe deputetëve të kuvendit, I cili është një mundësi dhe më e mirë se një gjykatë me 3 anëtarë, të cilët nuk e kanë motivimin për të shqyrtuar kërkesën, por për ta mbaruar. Pasi në njërin anë kemi një trup të bindur për nisjen e akuzës dhe një tjetër që nuk është e bindur. Në këtë rast përballen provat dhe argumentet. Nëse palja e parlamentit që e ka mundësinë të pengojë, mund të veprojë pa argumente bën autogol. Ka ndodhur në të kaluarën kur kemi pasur sjellje jo normale të parlamentit kundër prokurorisë, si në rastin e Durrës Kukës apo Gërdecit, e publiku e ka kuptuar se ku fle lepuri. Kemi parë në rastin Tahiri, ku me një furi politike prokuroria e Llallës shkoi kundër Samir Tahirit me një akuzë të frikshme, marrje pesë në grup të strukturuar kriminal, një akuzë që bëhet vetëm ndaj mafiozëve që kanë vrarë, komplotuar për trafiqe të paligjshme. Siç rrodhën ngjarjet ajo akuzë jo vetëm që nuk qëndronte, por u pa se ishte politikisht e strukturuar. Vendimi I plot I kushtetueses për rastin Balluku ka për të qenë më shtërues, e gjasat janë se do të shikohet argumentimi, I cili do të furnizojë edhe gjykatat me një legjislacion shtesë se si të sillen në raste ekstreme. Megjithatë, debatet do të vijojnë në Shqipëri pasi SPAK është më shumë se një pushtet në vend, është pushteti më I fortë, pasi ka mundësinë të godasë të fuqishmit. Në eksperiencën botërore, këto pushtete kanë krijuar edhe një frym politike dhe publike. Në Itali, prokurorët e mëdhenj antimafie krijuan atë që u quajt Partia Antimafia, të cilin e kritikoi publikisht edhe një intelektual klasi dhe I angazhuar, si Leonardo Schiascia. Shkrimi I të cilit mbetet aktual edhe sot kur theksonte se antimafia si frym shpesh shkon në një linjë me mafian. Të njëjtën frym krijuan edhe prokurorët e Manipolite. Duke qenë në pushtet si strukturë, prokuroritë e tilla krijojnë jo vetëm frymë, por edhe lobe politike, mediatike e shtetërore, që ndërhyjnë e agresojnë atë që quhet pushteti zgjedhur, për të cilët votojnë njerëzit. Kështu ndodhi edhe në Rumani, me Laura Korvesin, ku u bën nami, madje edhe në Bullgari, ku si pasojë shpërthyen partitë të reja nga qendra jo të kontrolluara pushteti, duke e futur vendin edhe sot në paqeverishmëri. Partia e SPAK është e pashmangshme edhe në Shqipëri, ku sot e kësaj dite është e para në preferencën publike. E nga këtu nis gjithçka tek influenca e saj në shoqëri, por në fund nuk zgjidhet. E këtu qëndron një thembër e akilit që shkakton përplasjen jo të panjohur në shoqëritë demokratike, por janë institucionet balancuese që pa problem jo vetëm zgjidhin, por edhe njerrin në rrugë të reja adresimit të këtyre pushteteve, të cilat po dalin që I kanë dhënë vendit një dinamizëm të fuqishëm dhe thuajse njëjtë me Europën, ku në Ballkanin Perëndimor deri tani askush nuk guxon ta bëjë. Një ditë më parë në Shkup, kryeministri Mickovski shkarkoi kryeprokurorin e vendit, vetëm me motivin se ka shkelur sekretin hetimor. Vetëm në këtë rast Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë dy botë të ndryshme. Mendo 2 vite më parë Shkupi ishte edhe më përpara.